Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Është ora 12, ko do lusim së bashku me ju lutjen e Engjëllit të Zotit, në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju fal zojes Mari. E ajo ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Ja, shërbëtorja e hyjit, U bëft me mua si është fjala jote. të falemi Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri. E banoi ndër ne. Të falemi Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne e shenjtja nënë e hyjit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Hirin tënd po të lutemi o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e Engjëllit, na e zbulove mishrimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryqit të tij, na udhëhiq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdiatit e birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë i jetës. Amen. lavdiatit e birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë i jetës. Amen. lavdiatit e birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë i jetës. Amen. të themi një aty një të fali Mari për shpirtrat të purgatorit, aty në që në qelu shetrofte e mryt, art mbretëria jote u bë vullnesa jote, si në qel ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme, na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Jepu o Zot pushimin e pasosur, Dhe i shndrit drita e pambaruar. pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyi për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti, po lusim tani së bashku me ju liturgjinë e orën e mesme. Sot Kisha Katolike feston Shën Barnabën Apostull, antifonet dhe psalmet e ditës përkatëse të psalterit e shtun java e dytë, ndërsa leximi i shkurtër dhe lutja janë të festës së shenjtit. O hy më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni i orës së 6. Mbreti fort, hyi vërtet që sundon të gjitha sendet, me ndriqim pajis mëngjesin dhe me zjarr shkëlqen mesditën. Shuaj flakët e shamatave, flake zjarrin e dëmprurësve, jepu trupave shërimin dhe të vërtetën paqe zemrave. Bëj o atë tër drejtësi dhe t'i birë baraz me atin,
bashkë me shpirtin ngushëllimtar, që mbretëroni ndër gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. Qielli e toka do të kalojnë, për fjalët e mia nuk do të kalojnë, thot Zoti. Psalmi 119, pjesa 11. Po më shkrihet shpirti në pritje të shëlbimit tënd. Kam besim të plot në premtimin tënd. Syt po më shteren prej dëshirës së fjalës sate. E them, kur do të më japësh ngushëllimin? U bëra si rësheku në dym. Por nuk I harrova rregulloret e tua. Po, edhe sa de do të rroj shërbëtori yt. Kur do t'i gjykosh për ndjekësit e mi, Me hapen gropa krenarët. që s'jetojnë sipas ligjit tënd. Të gjitha urdhrimet e tua janë të vërteta. Dije keqas më kanë salvuar, dhe më eja në ndim. Për pak sa s'më rëzuan për dhe. Megjithatë, unë nuk u shmangem urdhrimeve të tua, Më përdri pash dashurin tënde. e unë do t'i ruaj dëshmit e gojës sate. Leftiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Qielli e toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë, thot Zoti. Antifona e dytë. Ti je strehimi im, o Zot, kala e fort përballë armikut. Psalmi 61, urata 1/3. Nëse shtëpia jon toksore, kjo tend shkatrohet. Kemi godinën prej hyjt, banesë të përjetshme qiellore. Nga letra e 2 drejtuar Korintasve, kapitulli 5, rreshti i parë. Vështroje o hy britmën time, Dëgjoje uratën time, nga skaji dhe u të thëras në ndim se më ka lëshuar zemra, më ço të shkëmbi ku s'mund të afrohem. sepse ti je shpresa ime. Kala e fort përballë armikut, Për jetë do të banoj në tendën tënde, do të gjej mbrojtje në sqetullën tënde. sepse ti, o hyj im, I pranon kushtet e mia. U jep trashëgim atyre që druajnë emrin tënd. Ditë mbi ditë shtoj jetës së mbretit. Vjetët e ti zgjatin nga breznia në brezni. Le të mbretroj gjithmonë ndër sytë e hyjit. Roj ju bëfshin hiri dhe vërteta. Kështu do t'i këndoj këngë emrit tënd pa pushim. Do t'i plotësoj kushtet e mia, si një ditë për ditë. Leftiatit e birit e shpirtit shenjt, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. ti je strehimi im, o Zot, kala e fort përballë armikut. Antifona e tretë. Nga tmeri i armikut më ruaj, o Zot. Psalmi 64, urata kundër tmerit të armikut. Morën vendimin ta zënë Jezusin me tradhti e ta vrasin. Thot Ungjilli Mateut, kapitulli 26, rreshti 4. Dëgjoj o hy zërin e vajtimit tim, Ma ruaj jetën prej tmerrit të armikut, më mbron nga përbetimi i të mbrapshtëve, prej grumbullit të atyre që veprojnë keq, prej atyre që mprehen gjuhën e vetë si shpatë që vjellin si shigjeta fjalë të helmuara, për ta shigjetuar në mohë të pafajshmin. e shigjetojnë pa pritmas e frikë nuk kanë, Ata marrin guxim në synimet e veta të këqija, shestojnë si të vënë fshetas leqet e veta, e thonë, kush mund t'i shoh? synojnë pa udhësi, I çojnë në vend synimet e parapara, Humner është njeriu, gremin zemra e tij, por hyi I shigjetoj ata,
papritmas i mbuluan plagët. Gjuha vet ata i sharoj. Kush i sheh, i habitur luan kokën. Të gjithë njerëzit do t'i kap frika, do t'i kumtojnë veprat e hyjit. Mirë do ta kuptojnë ç'bëri ai. I drejti do të gëzohet në Zotin, në të do ta ketë shpresën. Me të do të mburren të gjithë të ndershmit në zemër. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash që për gjithmonë e jetës. Amen. nga tmerri i armikut më ruaj, o Zot. Leximi i shkurtër nga letra e parë drejtuar Selanikasve, kapitulli 2, rreshti 2b deri në 4. Morëm guxim, me ndimin e hyjit ton, ta predikojmë ungjillin e hyjit, ndër ju sado që me luftë të madhe. Vërtet, predikimi ynë nuk vjen nga gabimi, as nuk ka qëllime të papastërta, as nuk mbështetet në dinakri, por sikur se hyji vendosi të na e besoj ungjillin, ashtu ne edhe e predikojmë. Jo sikur se të donim t'u pëlqejmë njerëzve, por hyji që i shqyrton zemrat tona. I mbajtën mësimet e Krishtit. Janë dëshmitar të fjalës së tij. Të lutemi, o hy ti e zgjodhe Barnabën, njëri me fe të gjallë e plot me shpirt shenjtë, për misionin ndër paganët. Bëj që ungjilli i Krishtit, të cilin ai e predikoi me guxim, të shpallet gjithnjë me fjalë me vepra, me besnikëri të vërtet, në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shenjtë, hy për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyin. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, lutëm së bashku me ju engjëllin e Zotit si dhe liturgjinë e orës së mesme. Ju ftoj të vazhdoni të qëndroni me programet e Radio Marisë së Kosovës, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.